Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim lakror me vezë me qumësht. Fillojmë me përgatitjen e brumit. 800 gram miell, një lugë krip, 2 lugë vaj ulleri, 2 lugë uthull dhe 1 filxhan ujë të vaket. Do ta përzihem në mikser për 10 minuta. E tani brumin e kemi gati, do ta përzihem pak në tavolinën e punës. Marrim një enë, hedhim pak vaj, e mbulojmë dhe e lëm për 30 minuta. Masi brumi ka pushuar për 30 minuta, do të fillojmë me hapjen e petave. E ndajmë brumin për gjysmë dhe pastaj në copa të barabarta. Do t'i formojmë në koleç të vegjël të gjitha copat që kemi ndarë. Kemi formuar 12 koleç të vegjël të barabartë. Vazhdojmë me hapjen e petave. I vëmë në shkop dhe i vëmë në furrë që të piken, një nga një derisa të marrin ngjyrë. Petat i kemi gati, i kemi pjekur të gjitha dhe do t'i lëmë të pushojnë për gjithë natën, edhe nesër do të bëjmë lakrorin. Mbasi ka kaluar një ditë, do të përgatisim birekun. Në fillim do të përgatisim mbushin. Kam thyer 6 vezë, do t'i hedhim edhe pak krip, një lugë kafe krip, shtojmë edhe 1 litër e zgjisëm qumsht, hedhim 300 ml sour cream, kjo është si puna e mazës në Shqipëri. Tu kam shkrish gjallë, 200 gram gjallë, dhe i përzihem të gjitha së bashku. Marr një tepsi të madhe edhe i hedh pak vaj që ta lyej nga poshtë. E lyjmë edhe anash që mos ngjitet. Dhe tani fillojmë me petat. Petën e parë do ta vëj të thatë. I njohim petat
copa, duke I shtuar në tepsi. Kjo është peta e funit. Masi kemi shtruar të gjitha petat duke I njomër, tani tepricën që na ka ngelur do ta hedhim sipër byrekut. Do t'i hedh pak vojë nga sipër. Mbasi e kemi mbuluar lakrorin, do ta fusim në furrë, do ta pjekim për një gjysmë ore bashkë me letën e aluminit dhe për një gjysmë ore pa letën e aluminit në 220 gradë. Lakrori është pjekur, e kemi hequr nga furra dhe do ta lëmë që të ftohet. Lakrori është ftohur dhe do ta presim. Të dashur miq, kjo është receta për sot, shihemi në videon tjetër.